Përshëndetje miq të nderuar të ekranit e televizionit Bojnë, mirë se takohemi së bashku në emisionin Të rit në fokus. Sot vërtet kam shumë kënaqësi të kem në studio një vajzë e cila vërtet ka treguar shpeshherë që është e talentuar dhe kemi pasur mundësi si unë ashtu besoj edhe shumë nga ju që ta shikojmë në skenë duke vallëzuar. Bëhet fjalë për Simona Dedivanaj. Mirë se erdhe Simona. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e jona. Atëherë Simona, siç edhe përmenda, pra vallëzimi është diçka që ti e bën me shumë dashuri dhe vërtet spikat në sken, shkëlqen në sken. Dua të di se si lindi ai pasioni për vallëzimin dhe faktikisht në çfarë moshe për herë të parë fillove që të vallëzosh? Po, në shkollën e muzikës shkova për 9 vjet dhe muzika ishte pasioni im i parë dhe dëshira për televizor lindi prej saj. Fillimisht shkova në shkollën e muzikës e baletit Vasa Pavic në Podgoricë, por ajo ishte jashtëzakonisht e vështirë për mua dhe shijen time dhe në vallëzimin modern nxjeta lirjen e lëvizjes. Atëherë, sa vjeçare ishe faktikisht kur fillove për herë të parë të vallëzoje? 6 vjeç jam kanë. 6 vjeç. Çfarë ndjen kur vallëzon në skenë, kur je vetëm dhe si ndjehet Simona kur është në grup apo nuk e di në dyshe, treshe, sepse ju keni edhe këto kombinime? Mund të them se ndjej shumë emocione në një moment, frikë, lumturi, eksitim dhe ajo ndjenje e papërshkrueshme para se të dalë në skenë është e njëjtë si me një grup si vetëm. Si është të jesh pjesë e një klubi që faktikisht udhëheqet nga mamaja jote? Dim që tani janë bërë edhe vite që klubi vallëzimit Tip Top po funksionon dhe vërtet ka korrur shumë sukses dhe kemi shumë vajza të cilat janë të interesuara dhe shkojnë me plot dashuri dhe plot dëshirë në klubin e vallëzimit Tip Top. Po duhet të di se si ndjehet Simona që faktikisht udhëheqet nga mami i saj. Mendoj se është vështirë kur trenerja jote është nana dhe gjithashtu sepse kur je më e ri nuk muç me i do këto dy role dhe normal tani jam sigurisht më e pjekur dhe më e vetëdijshme, por kur je më i ri e përjeton shumë më seriozisht edhe të prek shumë më thellë dhe duke u rritur gjithmonë më zhdukur se ka sen mama më rrep ndaj mua dhe motrës time, sepse ka menduar se edhe mendon se na jem shembulli dhe duhet të jem gjithmonë më të mira kur bëhet fjala për sjelljen. Bukur. A është ndonjëherë vështirë të ndani rolin e nënës nga roli i trajnerës për ty? Përmendë që vërtet ka qenë vështirë besoj shumë edhe për mamin tënd, por nga tjetër anë për ty ka ndodhur që ta thrasësh ndonjëherë mami apo dhe pastaj të kthesh më fal trajnere. Po, ka ndodhur shumë herë, por tani nuk është aq e vështirë sepse jam mësuar dhe e kuptoj se nana në klub është trajnere e në shtëpi është nanë. Në rregull. Atëherë unë do doja të pyesja se si ndjesh kur ti vallëzon së bashku me motrën tënde, me Antonien, të cilës shfrytëzoj rastin edhe ta përshëndes, duhet të di se çfarë ndjesie ke në ato momente. Ndihem shumë mirë sepse kam mbështetje të fortë. Pra Antonia është një mbështetje e fortë jote, duke qenë se është edhe më e madhe se ti. Po. A ke ndonjë stil vallëzimi të preferuar dhe cili është ai faktikisht që ti e preferon më së shumti? Po, stilet e mia të preferuara të vallëzimit janë jazzi dhe vallëzimi bashkëkohor. Jazzi është një stil vallëzimi argëtues me lëvizje të prehta dhe shprehje të fytyrës shumë të forta, ndërsa vallëzimi bashkëkohor i ka lëvizje të lehta, por është jashtëzakonisht kompleks. Atëherë duke qenë se përmend me lëvizje dhe vallëzimin, unë do doja natyrisht në këto momente që të shkëputemi paksa, dhe të ndjekim vërtet sa bukur është të dish të vallëzosh në mënyrë perfekte siç din edhe ta bëj Simona Dedivanaj. Ta ndjekim.
Ja pra shikues të nderuar, ndoqëm pikërisht Antonia dhe Ivanaj, klubin e vallëzimit Tiptoe, vërtet është kënaqësi t'i shohim vajzat tona të cilat dita ditës po ecin përpara me hapin e kohës dhe vërtet na kënaqin që të gjitha dhe gjithave natyrisht i uroj shumë suksese në këtë drejtim. Do doja të dija se çfarë ndjenje të jep ty marrja një çmimi në gara, natyrisht përveç pjesëmarrjes, dhe cilin çmim ti do e veçoje. Di që ke marrë pjesë në shumë gara dhe di shumë mirë që klubi i vallëzimit Tiptoe asnjëherë nuk kthehet nga ndonjë garë pa çmime. Qofshin si grup apo si duo, një individ e kështu me radhë. Trenerja na ka mësuar se s'ka rëndësi, nuk është e rëndësishme çfarë fitojmë, por se si e luajmë koreografinë dhe të bëjmë me të mirën tonë, pra pjesa tjetër nuk është në dorë tona. Dhe do të veçoja garën e Split, sepse ishte organizuar fort mirë dhe morë me veten e parë. Mirë, cili ka qenë momenti ndoshta më i paharrueshëm në karrierën tënde deri tani? Di që je shumë e re, vërtet, dhe kjo duhet të gëzoj shumë, duke qenë se të presin edhe shumë sfida të bukura, uroj shumë dhe shumë gara ku ti do shkëlqesh, por dua të di se cili ka qenë ai momenti më i bukur, më i paharrueshëm për ty. Momenti më i bukur ishin garat europiane në Sloveni, dhe jam shumë mirënjohës që pata mundësinë të konkuroja me vajza kaq të shkëlqyera dhe as të talentuara. Si përgatitni ju garat, një garë të madhe? Sa kohë përgatitni, sa kohë i përkushtoheni? Si vjen deri tek përzgjedhja e muzikës apo edhe vallëzimit? Do doja pak më shumë të dija në lidhje me përgatitjet tuaja. Ne përgatitemi fizikisht dhe mentalisht, ushqejmë gjendjen tonë mendore dhe forcojmë, kujdesemi për ushqimin, ushtrojmë vazhdimisht dhe kështu me radhë. Sa kohë zakonisht përgatiteni përpara një gare të madhe? Në varet, ka 4 deri 5 muajsh. Sa i përket veshjes, Simona, do doja të dija, kush e bën përzgjedhjen, trenerja apo duke qenë se është edhe mami, tani ti zbulojmë disa sekrete, mundesh pak sa edhe ti të ndërhysh, ti thuash do doja pak më kështu, pak më ashtu? Po mundi, por gjithashtu edhe shoqet prej klubit, se mama na dvet. Po, çfarë ju pëlqen, me çfarë ndjeheni më mirë, që dhe ju të ndjeheni natyrisht komod. Normal. Mirë. A ka ndodhur ndonjëherë të kesh emocione shumë të forta para një performance dhe si i kontrollon ato? Ti the që ke lloj emocionesh, por dua të di ndonjëherë që të ka ndodhur shumë emocione dhe vërtet e ke pasur shumë të vështirë t'i kontrollosh. Po, absolutisht, por trenerja gjithmonë aty për të na animuar dhe të na qetësuar. Dhe gjithashtu dua të përmes një farë rituali që kemi, ku mami merr do ujë dhe na prek të tonë mbas qafet, dhe ky veprim është thjesht si një farë qetësimi nga stresi për ne nga stresi që kemi para se dalim me performua, po. Mirë. Atëherë, ne faktikisht unë po i shoh në ekranin ton, po sidhen disa fotografi nga pjesëmarrja jote në gara të shumta, dhe vërtet unë do doja që së bashku t'i komentonin, edhe për shikuesit e televizionit vojnë t'ju dhurojnë pak më shumë detaje nga klubi i vallëzimit Tiptoe, se ku ata marrin pjesë, sa të shkëlqyera jeni e kështu me radhë, ashtu që do të lusja që ti komentojmë shkurtimisht dhe pse jo ato vajzat të cilat ndoshta kanë shumë dëshirë të bëhen pjesë e klubit, ndoshta mbas këtyre komenteve dhe fotografive do vendosin definitivisht që të vinë dhe t'u bashkangjiten. Atëherë çfarë kemi këtu? Ky ka qenë koncerti i parë të klubit Tiptoe në Cik Malësia. Dhe hala kur e shoh këtë fotografi ndihem shumë emocionuar dhe krenare se çka kemi arritur. Po, absolutisht dhe vërtet është diçka shumë e bukur dhe besoj shumë nostalgjisi për ty dhe gjitha vajzat e tjera. Atëherë këtu gara shtetore ku e kemi marrë të parin vend. Kemi luaj me 4 grupe dhe jem kanë shumë të gëzuar. Vërtet shumë bukur, dhe shoh një veshje shumë interesante, dhe make-upi shumë interesant. Po, vërtet shumë paksa agresiv do e quaja. Po. Okej, atëherë? Koreografia që ja kanë pak më si, e ky stili jazz, dhe shihet se janë pak më me doboja në ngjyra të ndryshme. Po. Vërtet shumë interesant. Shoh Simone që është në ngjyrë të verdhë, ashtu vërtet bukur. Garat në Split, ku e kemi arrit parin vend dhe kemi shkuar
si një grup të madh. Kur ishin këto gara këtë vit apo vitin e kaluar? Vitin e kaluar. Vitin e kaluar. Vërtet ju përgëzoj, dhe nuk është gjë e vogël as pak të arrihet vendi i parë këtu. Kë ka qenë trio në Serbinë, në Novi Sad, dhe e kem marrë tretin vend prej 10 grupe. Po, kështu që jam ka fort të kënaqur. Vërtet shumë bukur. Dhe një veshje shumë interesante, shoh edhe ato lëvizje që besoj të të qenë të bukura, të mrekullueshme. Këtu kam luaj vetëm solo im dhe kam marrë parin vend. Po. Besoj je shumë e lumtur, ëh? Po. Hodhe pastaj kapelen në fund? Po. E hodhe. Po, dhe gjera varc. Në rregull, vërtet shumë interesant. Këtu sërish në grup? Po, koreografia si formation, senior formation, ku dhe e ka parën One Night in Bangkok, do me thash jetë edhe me kostume, se pak si diçka të ndryshe. Dhe ka qenë fort interesante, ka marrë në 2 vend. Tu ku jemi këtu? Garat në Split, ku e kem marrë të parin vend. Ja, shofim këtu e kemi edhe trajneren, Leonorën. Edhe motën tame të vogël. Shumë për kujdes, po, dhe motra është aty me ju. Vërtet shumë bukur, shoh që ka shumë vajza të cilat kanë marrë pjesë. Po, gjithashtu garat në Sarajevo, në Bosën, ku e kem marrë 2 vend, duke konkuruar me 7 apo 8 grupe. 8 grupe. Po, dhe gjithashtu e kem luaj njëjtin trio, ku e kem marrë të parin vend. Shoh edhe stemin e komunës së Tuzit, si dhe të Tiptoe. Po. Këtu është sërish të besoj nga performanca jote solo, po jo? Po, por këtu ka qenë në Qik dhe atje në gara shtetore. Bukur. Shoh edhe një dorës, se ishte njëra dorë mbuluar, tjetra zbuluar, apo ishte thjesht ashtu kostumi? Thjesht vetë kam zgjuar po ashtu kostumi. Bukur. Dhe gara shtetore ku e kem fituar të parin vet. Ja, emocionet, lotë gëzimi, pa fund, vërtet shumë të lumtura vajzat, vërtet shumë fotografi e bukur dhe emocionuese, na bërë edhe ne tani këtu me emocione. Vërtet shumë bukur. Shumë bukur, më gëzon fakti që dini ta shijoni edhe të gëzoheni, të lumturoheni. Garat shtetënore, ku e kam marrë të parin vet me solo, një këtë solo gjithashtu e kam luaj në garat europiane në Sloveni dhe edhe ky solo më përkujton dhe më kthen ndjenja shumë, më kthen nostalgji. Gjithashtu në ti solo. Dhe shumë interesant, shumë bukur, Simona. Edhe kostumet vërtet i ke shumë të ndryshme, të bukura, të përshtatshme, ngjyrat interesante, nga e bardha në të zezë, verdhe, kuqe, gjitha ngjyrat. Faleminderit shumë. Po, dhe këto kostimet i cep Ludmilla, dhe është fort e talentuar, domethënë. Jeni të kënaqur sa i përket edhe kostumeve që i përgatisni. Bukur të shohim, ndoshta kemi edhe ndonjë tjetër fotografi për ta komentuar dhe për të mësuar natyrisht më shumë mbi pjesëmarrjen tënde në gara, pra besoj është po i njëjta. Po. Jo, këtu janë garat në Sloveni. Garat europiane, po. Në rregull. Fitove ndonjë çmim këtu? Jo një çmim të mirë, por kam konkuruar me 55 varza dhe mendoj se veç që kam marrë pjesë, ka qenë mjaftueshme, absolutisht pajton. Po kjo, garat shtetënore, ku e ke marrë të parin vend dhe kjo koreografi e ka i vend të rëndësishëm në zemrën time, sepse si temë dhe është fort e rëndësishme si temë. Shoh që edhe mimikat e fytyrës, besoj ka shumë domethënie dhe duhet luajtur edhe me fytyrën, përveçse me trupin, vërtet shumë interesant. Shumë interesant. Atëherë presim për të parë ndonjë tjetër fotografi. Në qoftë se natyrisht kemi, dhe të falenderoj nga zemra që ke vendosur që t'i ndash me shikuesit e televizionit Bonja vërtet fytyrat nga më të ndryshme. Po. Do mendonte njeriu, o zot, çfarë kanë këto vajza? Por gjithsesi ju jeni duke kërcyer, duke argëtuar dhe në fund jeni edhe shpërblyer. Shumë na kanë bën vetë çka kemi pa në këtë fotografi. Vërtet, shumë interesant. Dhe çfarë është këtu, çfarë po ndodh? Funi, koreografisë, po pjesa e fundit
Atyre shohim që kemi edhe një tjetër fotografi. Po. Pra është besoj po Fillimi i njëjta koreografisë. fillimi i koreografisë që ne pam më përpara. Atëherë të shohim ndoshta kemi edhe diçka më interesant. Ja, dhe mimika jote e fytyrës është shumë serioze. Vërtet është dashur që të jeni maksimalisht serioz. Po, 100%. Bukur. Ja, edhe kjo është një fotografi shumë interesant, Simona. Këto sytë Po, make-upi ka qenë fort i theksuar. Po, edhe agresiv diqesh. Interesant. Atëherë presim për të parë, nëse kemi edhe vërtet një fotografi krejtësisht ndryshe nga ato çfarë pam deri tani. Po. Përse kjo fotografi? Sepse derisa t'ju tregoj se gjithashtu me vallëzim moderne merrem dhe me folklore në shoqërinë kulturore estetike Besa dhe është si një pjesë tame ku për ti ma të knaqem. Vërtet e kemi parë edhe me xhublet shpesh herë, ashtu që të përgëzojmë, besoj nuk është fare lehtë që ta veshësh një xhublet, por është besoj krenari për të. Është krenari. Ja, këtu i kemi vajzat të gjitha të afruara njëra buz tjetrës, të gëzuara, të lumtura. Po, për kanë të vogla, garatë të vogla. Mirë, bukur, vërtet kjo është një fotografi që neve kemi parë. Mirë, Simona, atëherë unë do doja të dija se çfarë do të thotë për ty të jesh pjesë e klubit vallëzimit Tiptoe? Klubi Tipto është si një familje e dytë, mund të them, dhe ndaj shumë gjëra me shoqet mia. Dhe vallëzimi është më ndihmon ti ka përcej do gjëra dhe probleme në jetën tënde personale. A ke pasur ndonjë model frymëzimi në botën e vallëzimit përveç mamas? Frymëzimi im është mama ime në çdo aspekt, por kur bëhet fjala për vallëzimin, ajo na i përcjell shumë njohuritë e saj në këtë mjedis kaq të vogël dhe e ka krijuar në një klub vallëzimi me ku kushtet ishin të vështira. Po, pothuajse shumë të pamundura, po. Dhe kështu më tregon se nëse do diçka, asgjë nuk mund të pengoj. Asgjë nuk mund të ndalë, ti mund të arrisësh. Absolutisht pajton me ty. Por tani dua që edhe ti pajtosh me mua që të ndjekim një tjetër video, një tjetër koreografi, të gjithë të kënaqemi, pse jo, të gjithë të kërcejmë së bashku me vajzat tona. Atëherë të ndjekim një tjetër koreografi të klubit të vallëzimit Tiptoe, ku në mesin e këtyre vajzave natyrisht është edhe Simona dhe Divanaj.
Ja pra miq të nderuar, jemi rikthyer në pjesën tonë të fundit me Simona Dedivanaj. Natyrisht mësuam shumë sa i përket e vallëzimit, sa i përket rrugtimit tënd në këtë fushë dhe vërtet ishte shumë interesant, por ka mbetur edhe shumë për të mësuar. Simona, do doja të pyesja se sa kohë në javë stërvitesh dhe si e menaxhon ti faktikisht kohën me shkollën dhe me jetën tënde personale. Përmendë që je edhe antare e shoqërisë kulturore artistike, Besa nga Trieshi, po ashtu shkon edhe në shkollë të mesme, je në vit të parë, besoj ke shumë obligime edhe në shkollë dhe kështu me radhë. Duhet të di se si e menaxhon kohën dhe sa kohë stërvitesh. Ne ushtrojmë 3 herë në javë, unë gjithashtu nimoj dhe punoj në klub dhe qëndroj më gjatë, por mami kur nuk e ka problem dhe nuk e ka pa problem të më lërë të shkoj nëse duhet të mësoj apo diçka të ngjashme dhe po, është e vështirë për shkak të mungesave në shkollë, kur shkojmë në gara jashtë vendit, sepse po unë jam në shkollë të mesme dhe mësuesve nuk u pëlqen kur fëmijët e tyre nuk janë në orë. Dhe besoj domosdoshmërisht se ndikon edhe ndoshta edhe në sukses, sepse kur mungon, mbetet pak edhe mbrapa, ndoshta kur nuk i dëgjon ato ligjërave, nuk është njësoj si ta mësosh ti vetë tek shtëpia. Por unë uroj shumë që edhe ata të gjejnë mirë kuptimin, por edhe ti të arrisësh sukses në të dy fusha, si në shkollë ashtu edhe në balet. Po, si ndikon ti tek valltaret më të rinj në klub? Përmendën më përpara që ti qëndron edhe më gjatë, ndihmon mamin, je pothuajse aty që gjithkohës e angazhuar. Dua të di se si ndikon ti tek këta të rinjët më të vegjël, sepse di që keni grup mosha nga pothuajse 4-5 vjeçar e sipër. U kujtoj se disiplina dhe vullneti janë më të rëndësishmet, se të mos dorëzohen kur nuk mund të bëjnë diçka, sepse ndoshta sot s'mund me bën nuk një ushtrim, një trik bela për shkakun një ushtrim, por ama sot 2 apo 3 ushtrime kam me mujt me bën. Pra vetëm duhet të stërviten, të angazhohen dhe çdo gjë mund të arrihet. A ka ndonjë konkurrencë të shëndetshme mes jush? Përveç shoqëve, duhet të pyes edhe mes teje dhe motrës. Ka ndonjë konkurrencë që ndjet atë cila do jetë më e mira? Po, ka një herë po, por gjithmonë na del mirë dhe mua dhe motrës o shoqëve po. Bukur. Mirë, pra është një, të themi, ndoshta një konkurrencë shëndetshme kështu. Po, normal. Mirë është që të ketë konkurrencë, sepse atëherë ju ngashjon edhe më shumë që të luftoni, të bëheni edhe më të mira. Si mbështesni njëra tjetrën në rrugtimin tuaj artistik? Ti e përmendë që ajo është një mbështetës i madh, mbështetës i fortë është Antonia për ty. Po ti sa je mbështetëse për motrat dhe shoqet e klubit? Mundohem me u ndihmua me diçka, me çdo trik, jo vetëm me ushtrime dhe me trika, por edhe kur mendojnë se nuk janë të mira, se s'kan me luaj mirë, gjithmonë mundohem me kanë ty për to. Bukur. Cilat janë ato ëndrat tua për të ardhmen në fushën e vallëzimit? Kam shumë ëndra, por shpresoj se të jam sa më mirë dhe të mësoj sa më shumë gjëra që të muni për vallëzimin. Edhe pse jo ndoshta të bëhem trajnere. Koreografe? Po. Në rregull. Po ke ndoshta ndonjë pikë synim, ndoshta ndonjë garë të themi që do doja të merrje pjesë, që e ndërron një ditë që të jesh ndoshta në atë podium? Po, kish shkuar prapë në gara europiane me një koreografi të ndryshe dhe po. Mirë. Si ka ndikuar vallëzimi në formimin tënd si person? Kjo është thjesht një pyetje sepse dua ta përcjell edhe tek vajzat e tjera, dhe a ka ndikuar ndonjëpak vallëzimi tek ti si person? Të ka bërë person më të mirë, më pak të mirë, mos themi të keq, absolutisht. Para se gjithash, jam mësuar të humbas, të pranoj humbjen, të rimarr veten dhe të vazhdoj edhe më fort, mendoj se edhe tjera vajzat gjithashtu. E kam mësuar rëndësinë e forcës fizike dhe se çfarë mund të bën trupi im. Dhe e kam kuptuar edhe e kam ditë, por se vallëzimi nuk është vetëm një sport, por është një art. Absolutisht. Çfarë këshille ti do i jepje vajzave të reja që duan të ndjekin në rrugën e vallëzimit? Tani Simona vërtet ti ke një eksperiencë, ke edhe një valltare ta quaj kështu, apo koreografe të mrekullueshme tek shtëpia. Dhe besoj shumë që është një mesazh i rëndësishëm që të dëgjohet nga ty. Së pari, jepja vallëzimit një shans dhe eja të vallëzosh.
Mos u dorëzo nëse është e vështirë se me thënë drejtën baleti nuk është i lehtë, edhe lëviz. Dhe nëse s'don të vallëzosh, merru me një sport tjetër, sepse më e rëndësishmja është të bash trupin tëtë sa më aktiv dhe sa më shëndetshëm dhe të lëvizësh. Absolutisht pajto. Simona, të falenderoj vërtet pa mas, duke të uruar shumë suksese, si në shkollë, ashtu edhe në vallëzim, dhe uroj shumë që të kesh vetëm suksese. Faleminderit shumë. Ishte vërtet shumë kënaqësi. Shikues të nderuar, përpara se të ndahemi, duam edhe një pikë vallëzimi të ndjekim të gjithë së bashku, ku natyrisht pjesës së cilës është edhe Simona Dedivanaj. Ju falenderoj të gjithë për vëmendjen, uroj që të keni kaluar çaste të bukura me neve dhe natyrisht të vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Bojnë. Bashkë miru